Në kryetari shësatës transportit Lapit, jenë përfaqësues edhe autobusa këtu të greves. Këtë na ka bën një shkelje ligjore neve, sipas mendimit tonë, edhe me letra që na ka lëshu për Ministrisë Transportit, i kena orare secila kompani, secila linje na tregon edhe kena intererarin që kena me kalu ka xhamia Lapit. Komuna u dal me një vendim pa vedijen tonë, pa pëlqimin tonë, u dal masi që na dal në grevë. Nuk na ka lajmërue as me email, as përmes telefonit, as zyrtarisht, edhe jena shumë të inatosur në ta. Jo, këta nuk dojnë me marrë as parasysh, pse na dal, as që na dal për 100 metë, për mi 100.000 udhëtarë në ditët i bojnë apo dje Prishtinë për 100 metë në rrugë, studenta, nxënësa, punëtor, e hupin këtë nuk këtë e marrë kërkush për gjërsin, për kur gjesh as nuk është të janije. Po kena marrë gjoba dje vazhdimisht, nuk na kanë lënë më parku të xhamia Lapit që kena me letër stacionin, edhe këtë plus ju ka duk pak, edhe këtë na kishin lënë gjoba së do në mëngjes. Edhe këtë është shumë neglizhencë e madhe për komunës Prishtinës, jena shumë të inatosur në ta, se po na bëhet kjo, se nuk e meriton qytetari po djeves me ju bë kjo, se të morë parasysh jena komuna e parë mas Prishtinës me fluks më të madh pasagjerëve, edhe të e di që 90% llapianëve punojnë e studiojnë në Prishtinë, kjo është merë, kjo nuk e di ako shtet aja që ato ndodhte. Ka me vazhdu deri në plotësimin kërkesave tona, edhe deri sa të kena me letër, me dëshmirë, me se ma fjalëve tyre nuk ju besojna, se peshin edhe vetë ju qajnë të bo këta. Sot thot po, nesër jo, nuk mujna me besu ma kërkojna, pa e marrë me letër. Po gjoba si pas informacionit, pe 100 euro, 300 euro mujnë me qenë, edhe na të e po që jena vesh në falimentim, kjo pesha që është shumë një neglizhencë e madhe për institucionëve, edhe tjetra komuna e Prishtinës të bo hakmarrje ndaj neve. Pse? Si lëshoj linjat e reja, Tenezhall, Sharban, Kozaric, na ja arritëm me ligjin e Kosovës, fart mirësisht se ekziston ligji, mi andalu ato se kanë kundër ligjit, e pse andalum na ato veprime ilegale komunës Prishtinës, neve të na u bo një hakmarrje maramense, hakmarrje direkt në falimentimin e firma po dje Prishtinë. Se aty ka pas interes drejtoria ose shumë njerëz në komunë këtë që e din që i kanë shtyt durt e i kanë zhytur në korrupsion.